Do të të pyes për piramidat, për zhvullimet që janë bërë tani, që arrin në thellësitë e 50. Kanë gjetë gjëra poshtë piramidës. Si shpjegoj kjo? Piramidat janë ndërtuar shumë përpara se sa faraonët. Piramidat është që është nga grat vedike. Në epokën e faraonët i gjetën dhe i përdorin për gjërat e veta, po kishin më shumë detyri se ç'kemë ne sot. Piramida është thjesht është akustik, për shembull kur ti thua një mantrë ose një gjë shpreh që të lidhesh me botët e larta, me Zotin, me hyjnorin, me Perëndin, e aty e dëgjon. Është akustike. Si kishat që u bën pastaj Frekuenca dhe zëri. Po, sipas tokës llakës thuaj kemi për kam. Ka gjëra poshtë, por unë jam për tokën e sheshtë, siç e kemi marrë vesh. Nëse toka është e sheshtë, ka dhe gjëra poshtë, ka botë të tjera. Si paralele. Edhe poshtë tokës ke botë, ke qenie, ke gjëra. Si është një teknologji tjetër dhe nuk është tani mira veçare teknologjia e piramidave. Është teknologji që njerëzit sot nuk e dinë Më përpara. Pse është vetëm në Egjipt, tek ka dhe më të tjera, ka dhe piramidat e lirën. Po të shkosh Po poshtë se çka ka poshtë nuk di. po dhe mirë është mos ta dish, sepse nuk duhet. Piti thotë që ne jemi jo kaq të zhvilluar se çka që bota përpara nesh.